ndjekur bashkë ka qenë që disa kandidatë janë skualifikuar në fillim për shkak të mungesës së dokumentacionit, kur ka ardhur radha e kandidatëve të tjerë që njëjtë s'kan pasur dokumentet e duhura, megjithëse kanë dalë emra të cilët deputetët e pushtetit i kanë njohur dhe u kanë dhënë një mundësi të dytë për të sjellur dokumentet. Dhe pse kjo në fakt gjejsh mundësia e tretë, sepse në shqyrtimin e parë administrata që ka bërë javën e kaluar, ishte qartë se disave mundonin dokumentet dhe pastaj janë kthyer sërish edhe tek ata që i kanë skualifikuar për të dhënë një mundësi të dytë për t'i dërguar dokumentet. Ajo çfarë gjithashtu vjen të plotësohet është që presioni që i është bërë administratës së kuvendit, pra stafit civil të administratës së kuvendit është i jashtëzakonshëm. Dhe mundësitë për të bërë gabime dhe që procesi të kompletohet edhe akoma më shumë është për shkak të këtij presioni që administrata e kuvendit duhet të punojë para edhe gjatë ditëve të vikendit edhe gjatë ditës së festave, sepse përpjekja e vendosjes është gjithsesi ta përfundojë këtë proces gjatë javës së ardhshme para 28 prillit, që anëtarët e bordeve të KPM-s dhe të RTK-s të zgjedhen para shpërndarjes së mundshme të kuvendit, e që është tendencë, pra siç e shohim, për t'i dërguar njerëzit e tyre të favorizuar dhe për të mbartur kapjen, sepse konsideroj si këtë që RTK në masë të madhe është e kontrolluar dhe shërben si mjet propagandues për vetëvendosjen dhe qeverinë Kurti, dhe ideja është të mirëmbahet kjo, dhe gjithashtu KPM-ja që ka vetëm një antar dhe që më herët kishte antar të cilët hapur janë me vetëvendosjen dhe kanë aplikuar sërish duke përfshirë Besnik Berishën, të cilin Gjykata Supreme ka gjetur se është zgjedhur kryetar i KPM-s në mënyrë të jashtëligjshme, ai ka garuar sërish gjatë aplikasjes të zgjedhjeve. Pra qëllimi është që edhe atje të dërgohen njerëz që edhe KPM-ja të jetë nën kontrollin e vetëvendosjes dhe të qeverisë.